nuk mendoj që është drejt ta çojmë logjikën në ekstremitet dhe të prezumojmë tani që këta janë të gatshëm të bëjnë koalicion me PSD-n dhe me PD-n. Një gjë tjetër që do doja të thosha, që ti e përmend ke pjesa e listave, unë mendoj që partitë e reja, më saktë Shqipëria bëhet dhe nisma thurje kanë vënë mendoj një standard shumë të mirë, të ri, që është ai standardi i listave 100% hapura. Duke thënë që ligji e ka 1/3 do të jenë listat të mbyllura, 2/3 do të jenë listat hapura, këta kanë vendosur prindrit, të cilët dihen që do dorëhiqen një ditë përpara zgjedhjeve, përpara fillimit të numërimit dhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në legjislaturën e ardhshme, domosdoshmërisht do hynin individët që të marrin më shumë vota nga lista e hapur. Kjo është një kontrast të qartë fare edhe nga dy partitë e vjetra që janë me lista të mbyllura. Po edhe me sa di nga partia Socialistëve, më thuaj. Të lutem, do të bëj një oponencë këtu, sepse është më e bukur biseda kur ka dhe oponenca. Zoti Qorri ka deklaruar që ne nuk bashkohemi, pavarësisht se ne kanë kërkuar, thotë, të jemi në koalicion, edhe Shqipëria bëhet dhe nisma thurje. Këta janë thotë personazhe pa karakter politik, sepse thotë zoti Shabani ka qenë thotë tek Aleanca Kuqezi, ka qenë thotë edhe si aktivist në forca të tjera politike, sot del me një forcë të re si nisma thurje, e cila është një forcë thotë e themeluar nga një personazh i akuzuar për mashtrim dhe për korrupsion siç është Besian Pesha, dhe gjithashtu thotë që zoti Lapaj po ashtu ka qenë tek Aleanca Kuqezi si kryetar i rinisë së kësaj lëvizje politike, ka qenë thotë tek çadra e Lulzim Bashës dhe ka lobuar për qenë pjesë e listave të Partisë Demokratike në 2017 dhe 2020, pavarësisht se nuk është pranuar, dhe sot thotë dalin me parti të reja. Këta nuk kanë asnjë ndryshim thotë ai nga Agron Shehaj, nga Dash Shehi, nga Lulzim Basha, nga këta të tjerë që në një moment ose nga Ilir Meta janë këtu dhe pastaj krijojnë forca të reja. Dhe thotë që këta poti duhet prapë do krijojnë një parti tjetër dhe ne për treguar diferencë nga ata, duke qenë se si jemi personazhe thotë pa karakter politik, nuk pranojmë të bashkohemi me këta njerëz të cilët kanë ndryshuar parti, duke njësoj si Mamadhia dhe Ujku, ku Ujku lyhet me miell dhe del si Mamadhi për të ngrënë kecat. Kjo ka qenë alegoria e tij dhe kjo ka qenë qëndrimi i tij. Si përgjigjesh atë deklarate dhe kjo është pyetja ime e fundit për këtë emision dhe për takimin e sotëm. Unë do të thoj zotit Qorri, nëse ti sheh historinë politike të Europës, po së Bashkuara të Amerikës, ti ke udhëheqës politik, të cilët e kanë mbyll karrierën politike me një parti, por e kanë nisur me parti të tjera. Për shembull, rasti më i famshëm është Winston Churchill, që ka drejtuar Partinë Konservatore gjatë luftës dhe pas luftës së dytë botërore, por e ka nisur politikën si pjesë e laboristëve, e partisë kundërshtare. Domethënë, nuk mendoj që ka një virtyt ta kesh shpenzuar gjithë jetën tënde në katedër, edhe të dalësh një ditë dhe thuash tani unë pa parti dhe të thuash që këta tjerë që kanë qenë në disa parti apo në disa grupime politike të reja, këta janë jo legjitim. Për shembull zoti Shabani dhe zoti Lapaj, që unë nuk kam marrë thotë mbrojtës, ata e mbrojnë vetë, kanë qenë vetëm në Aleanca Kuqezi në një orinë time dhe në asnjë forcë tjetër politike. Kanë qenë në taksim tek çadra, janë me video se i kanë nxjerrë media Troel. Se dia e ke parë, po ka shkuar aty dhe zoti Lapaj. Çadra nuk është parti, çadra është një event. Dakor, po shprehur që Lul Basha duhet të jetë kryeministri i ardhshëm, qeveria korrupsion. Domethënë i ka bërë pak a shumë një lloj promocioni Lulzim Bashës. Dakor, por këta kanë qenë njerëz të involvuar në është një lloj tani sigur unë për shkak tani unë tani po mbështet Shqipërinë bëhet në 10 vite apo në 5-6 vite, ne unë mund të ndryshoj mendim për arsye të ndryshme dhe nuk ka sens që mua të më nxjerrin çfarë un kam thënë në të shkuarën, sepse realiteti politik është dinamik, ndryshon dhe kjo është thjesht politika dhe këta individ që janë angazhuar në politik dhe në periudha të caktuara kanë pasur një angazhim të caktuar. Ajo që unë shoh ke një individ, ke një lider, ke një udhëheqës, është integriteti, është pastërtia, është edukimi dhe është modeli që sjell. Zoti Qorri për mua meriton respekt vetëm në një aspekt që është haptas ideologji, do të thonë ka konsistenca. Dhe konsistenca e tij meriton vlerësim. Meriton vlerësim. Pra unë mendoj që unë me zotin Qorri nuk kam asgjë të përbashkët ideologjikisht, mendoj që zoti Qorri është një majt ekstrem. Partia e tij profeson progresizmin radikalist, pra shtetin sociale, shtetin zhvillimor e gjithë droçkullat që në fakt duken ngjajnë bukur, por nuk funksionojnë në asnjë vend po ti vesh në praktik. Sidoqoftë ka konsistencë ideologjike dhe ideore dhe meriton respekt. Thotë unë besoj që e majta demokratike, si duam ne ta provizojmë të majtën demokratike, pa ja këtë
këtë bindje politike ka dhe e ka të hapur. Dhe kjo është shumë e mirë, shumë pozitive, mendoj që është e shëndetshme për demokracitë të ketë të gjitha rrymat politike. Po ashtu dhe zoti Sheja mendoj meriton respekt në këtë aspekt, sepse ai del qartë me një model libertarian politik, të bërit politik, pra beson ke libertarianizmi, ke djatha liberale, ke tregu lirë, ke shteti i vogël dhe ka një filozofi të qartë politike. Parti për shkak se Shqipëria bëhet nisma thuaj nuk e kanë këtë gjë. Unë ja kam rekomanduar ta bëjnë. Zoti Lapa e vet ka dalë kjo opinioni dhe ka thënë ne jemi partia e qendrës së djathtë. Edhe se nuk ka artikuluar shumë tezat që qendrës së djathtë, por ka dalë ideologjikisht, kjo nuk është se ka marrë shumë kohë televizive, por që ai që ne shumë ke pashiko, çështja ashtu në Shqipëri. Flitet për demokratizimin e vendit. Demokratizimi bëhet me listave të hapura. Cilat parti të reja i kanë listat e hapura? Me sa di unë të paktën, është nisma Shqipëria bëhet, është grupimi vetëm nga këto të rejat që i ka listat e hapura, që ka dalë me listat e hapura. Kjo është një gjë për mendimin tim për tu lavdëruar dhe për tu durtëkitur. Jam dakord me ty, po di kur merr vlerë lista e hapur për ta përfunduar, miku im, lista e hapur merr vlerë kur ti ke konkurrent, të cilët nuk janë anonim, pra brenda kësaj liste ku kjo është një garë e hapur, le që nuk bëhet gara e hapur kush merr më shumë një votë, gara e hapur quhet kur del sistem mazhoritar. Një zonë, dy personazhe përballë njëri tjetrit. Jo lista e hapur ti je përballë shokëve të tut listës. Ajo është konkurrencë brenda partisë. Dhe dihet që aty zoti Lapa është më i njohur. Dhe normalisht ata të tjerët ne kemi kërkuar në studio dhe nuk është se kanë pasur ndonjë aktivitet të madh publik. Pra ashtu zoti Nduleviç, i cili ka vetë aktivitetin e tij publik dhe është i njohur, edhe një sër tjerë individë siç është zoti Shabani dhe zoti Pano Soko, pjesa tjetër janë pedagogë shumë mirë, avokatë shumë mirë, por se kanë pasur një karrierë mediatike dhe nuk është se janë të njohur. Në këtë kuptim, lista e hapur është garë me njëri tjetër, nuk është garë me kundërshtarin. Lista e hapur merr kuptim në një sistem mazhoritar, ku ti përcaktohesh në një zonë, e zem njësia 5 ose njësia 8. Dhe zoti Lapaj del përballë Elicas Spiropalit ose përballë Tauland Ballës, përballë Flamur Nokës, përballë Gazbardit e ku diun dhe aty përballë këtyre kundërshtarëve ti merr shumicë votash dhe zgjidhesh deputet. Kjo është lista e hapur, nuk është lista e hapur do marrim më shumë kryetari i partisë apo një antar i thjeshtë i saj i cili është vënë në listë. Shiko, po unë bie jemi realist. Për mua është fillim pozitiv, sidoqoftë. Domethënë unë jam në tjetën val mendimi me ty që sistemi mazhoritar është më mirë se sistemi proporcional që kemi ne tani, apo do ishte edhe më i mirë se sa një sistem proporcional me kombëtar, pra me një zonë dhe me lista të hapura. Unë prapë jam për sistem mazhoritar. Thënë kjo, në këtë sistemin proporcional që ne kemi, 1/3 listat mbyllura dhe 2/3 listat hapura, sa më shumë listat hapura të jenë, sa më shumë parti kandidojnë me listat hapura, aq më mirë është se sidoqoftë ka zgjedhje brenda partive. Kjo është kulturë e mirë, nuk është domethënë në çdo parti, se për shembull shif PD-n ti që ku bën primaret. Pra, ka shumë njerëz që kanë marrë më shumë vota sa zoti Berisha në primare, apo më shumë vota sa njerëz të afërt me zotin Berisha. Pra nuk është e thënë ajo. Pra edhe ke po themi që Shqipëria bëhet, nuk është e thënë që zoti Lapaj do marrë më shumë vota brenda partisë. Mund të ketë individ si zoti Duleviç, për shkak që ti e përmend Azmerin, që mund të marrë më shumë. Pra, duhet demokracia brendshme brenda partive, sepse nxit konkurrencën. Dhe unë mendoj që zgjedhjet e 2025-s, dhe ti e di që unë jam njeri shumë ideologjik, do doja që të kishte ideologji, nuk janë në fakt, nuk janë të lidhura me ideologjin, janë të lidhura me a do vazhdoj Shqipëria të merret peng nga ky model i vjetër, pra nga punon gjithë antarësia që të zgjidhen 3-4 parazitra të kryetarit, apo do shkojë Shqipëria te një mbretëri të ri ku ka konkurrencë politike